Dje, arsyeja përse u shty seanca për datë 11 maj ishte kërkesa e zonjës Kryemadhi, që mbrojtjes t'i vieshin në dispozicion akt ekspertimet e celularit. Dhe që të kishte akses të plotë materialet hetimore. Mund të na shpjegoni më shumë në fakt edhe rreth arsyeve të tjera që mund të kenë pasur, sepse këto janë arsye të cilat dolën në media dhe pastaj deklaratave që u bën pas seancës. Jo, në fakt nuk ishte kjo arsyeja që u shty seanca gjyqësore. Arsyeja ishte sepse pas legjitimimit të palëve dhe kërkesave që ne kishim bërë në seancën paraprake, pra para se të kalonte çështja për gjykim, ishte sepse 3 avokatë të zonjës Kryemadhi, jo të Monika Kryemadhi, por të mamasë së saj, zonjës Fatime Kryemadhi, të zotit Piro Xhixho dhe të zonjës Ema Çoku, kishin kërkuar gjykim të shkurtuar. Dhe normalisht dje gjykata, pasi konstatoi këtë kërkesë, të ardhur që nga çështja e seancës paraprake, pyeti palët mbi këtë qëndrim, mbi këtë kërkesë, dhe palët përsëri qëndruan asaj, duke thënë se ne qëndron kërkesë për gjykim të shkurtuar dhe ndërkohë pasi u bë konstatimi nëse sepse kërkesa për gjykim të shkurtuar kërkon që personi të jetë vetë prezent, pra të shpreh qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë, ose të jetë të lëshojë një prokuror të posaçme për të jetë specifikuar që është dakord me që jep përqimin për gjykim të shkurtuar. Kjo kishte një pengesë sepse Fatime Kryemadhi nuk e kishte dhënë këtë përqim në prokuror dhe detyrimisht gjykata i kërkoi avokatit përfaqësuesit të saj që ta sqaronte në këtë moment procedural dhe u kërkua kohë dhe padyshim pastaj seanca u shty. Kjo ka qenë arsyeja e vetme që u shty seanca për shkak të mos patur një rakordim ndërmjet avokatit të zonjës Fatime Kryemadhi dhe vetë zonjës Kryemadhi. Dhe përsa i përket çështjes së djeshme, çështja e djeshme ju jeni në dieni opinioni publik tashmë është në dieni që dje nuk ishte kishin vetëm kërkesa procedurale, ishin 2 kërkesa të bërë nga ana ime, faktikisht si avokat si përfaqësues i zotit Meta, i presidentit Meta, ku kisha kërkuar gjykatës që të bënte transmetimin live të këtij procesi gjyqësor, sipas standardeve tashmë të konsoliduara të gjykatës europiane të të njeriut, nëse personi e jep përqimin, pra të pandehurit e japi përqimin, atëherë gjykata do të marrë masa të krijojë mundësinë që të transmetohet live nëse ajo ka një interes për publikun. Dhe kjo interes për publikun ka sepse është ish presidenti i Republikës ai që po gjykohet. Dhe kisha një kërkesë tjetër të cilën përsa i përket për atë shpërdezhurma, mund ta quajmë mediatike, për kafazin e qeks, pra heqen e kafazit të qeks. Këtu doja në fakt të përshëndrohesha, më falni pak. Këtu doja të përshëndrohesha në fakt ju dje keni deklaruar se mbajtja pas xhamit e zotit Meta është poshtruese dhe metodë e ISIS. Kisha bërë kërkesën time të bazuar në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, sepse kapazi për ta kuptuar dhe qytetarët dhe teleshikuesit tuaj që kapazi që në Shqipëri nuk ka bazë ligjore, pra nuk ka një urdhëres, një ligj të saktësohet që ti paragjykaturi që del përpara gjykatës duhet të qëndrojë kapaci qesh. Pra kjo është abuzive. As Këshilli i Lartë gjyqësor nuk ka nxjerrë një urdhëres të tillë, sepse ju do të kuptoni që në procesin gjyqësor do të sallur është vetëm gjyqtari, është gjykata, nuk është as drejtoria e buqeve, as papu dhe as punë tjetër. Dhe kështu që mbajtja në kapazin e qesh të një qytetari, po flasit në përgjithësi, është thjesht një diskrecione e gjykatës. Pra gjykata mund ta vendosi edhe atë ta heqë nga kapazin dhe ta unë qytetarin në krah të avokatit. Dhe kjo ka qenë kërkesa ime e bërë posaçërisht gjykatës, ku kërkova që presidenti Meta të ulet në krah të avokatit, dhe të ketë një gjykim të barabartë, ditos padyshim dhe jo të vendoset aty ku mund të diskriminohet, stigmatizohet dhe padyshim humbet edhe nocioni e prezumimit të pafajësisë, sepse mbajtja në kafaz padyshim krijon edhe të opinioni publik një perspektivë pikërisht një burgosur tashmë. Dhe ne këtë perspektivë duhet t'ja heqim
opinionit publik. Dhe kjo si hiqet me veprime konkrete, që janë vendimet e gjykatës që duhet qytetari të ulet në krah të avokatit. Dhe unë i solla disa shembuj gjykatës dje, i solla rastin e Banjsës, besoj ai polici që është vrarë nga 2 terroristë serb, dhe të dy ata u gjykuan, dënuan burgim përjetshëm dhe nuk u mbajtën në kafaz në Kosovë. Apo raste të tjera të ngjashme të tjera, Hashim Thaçi me ata të UÇK-s u gjykuan ato live, apo jo, në akt dhe nuk patën asnjë pengesë në pikpamja të mbylleshin në kafaz. Kështu që dhe shumë raste të tjera, por gjykata në kundërshtim padyshim me Kushtetutën dhe Konventën, ju nuk e pranoi kërkesën dhe si pretendim zoli mbajtjen e kafaz një terroristi në Francë, i cili kishte bërë një vrasje me 134 qytetarë, dhe ai mbaj në kafaz. Po ai nuk mbaj në kafaz aty sepse do të qëndron në kafaz, por mbaj sepse qytetarët që ishin në stat mund të ngrihen dhe ta godisin atë e kështu me radhë. Gjykata jonë, gjykata e posaçme që në fakt do të jetë gjyqtar të një niveli tjetër për hir të së vërtetës, do të jetë gjyqtar me integritet, me moral dhe me profesionalizëm shumë të lartë, tregon dhe njerëz që nuk janë gjë tjetër vetëm janë ca robër dhe sklever të një drejtësie e cila tashmë unë nuk mund t'i vë dot një emër tjetër për trajtimin dhe që mënyrën se si ajo stillet me të paraburgosit dhe me të burgosit. Kështu që kjo ishte situata dje që në fakt unë mbajta edhe një përveç asaj para gjykatës, ishin mediat aty, ju referova disa vendime të Gjykatës Evropiane të Drejtat Njeriut për sa i përket kafazit të qenë që duhet të eliminohet dhe të hiqet urgjentisht pasi në asnjë vend të Ballkanit, pra të rajonit, po në Evropë nuk ekziston një trajtim i tillë shëndetësor. Po, në fakt doja të ndalesha tek kjo pjesa që arsyet e mbajtjes në xham të zotit Meta në kafaz, apo jo, dhe në fakt doja të thoja që mos ndoshta arsyeja përse gjykata e mban zotin Meta mund të ndikoj pak edhe retorika që është mbajtur në fillim të proceseve, që ka qenë disi ashpër për kundrejt organeve të drejtësisë, po themi, pra një mënyrë parandalimi. Ju e thatë pak më herët që në sallë nuk janë prokurorët, ishte vetëm gjykata, po... Jo, këto janë, prokurorët nuk kanë lidhje fare me këtë, sepse këtë vendos gjykata. Prokurorët nuk për hir së vërtetës, padyshim një konfliktin ligjor që ka me ta në kuptimin ligjor gjithmonë, jo në kuptimin njerëzor. Nuk kanë shprehur asnjëherë ndonjë problem me zotin Meta, madje edhe gjatë seancës paraprake, gjatë 8 muaj kemi pasur një zhvillim procesi gjyqësor normal, me shumë mund ta quajmë shumë ligjor mbi të gjitha, po me një normalitet ashtu siç takon një proces gjyqësor. Ne nuk kemi shfaqur asnjëherë asnjë problem as me prokurorët, zotin Meta, as me gjykatën. Thjesht kjo është një procedurë dhe kjo që ju thoni është perceptimi që krijohet nga njerëz të cilët të duan patjetër ta shikojnë zotin Meta dhe këto tjetër në atë mënyrë atje të mbajtjes, dhe perceptimi popullor këtu nuk është gjë tjetër veçse është ai që në këtë vend ka bërë edhe viktima të mëpashme, sepse perceptimi popullor këtu ka dënuar po dhe shëtyr edhe timëtar pavarësie në këtë vend, ka dënuar njerëz të pafajshëm pa fund vetëm në perceptim popullor, dhe perceptimi nëse do i mbajnë njerëzit dhe gjykata do vendosi mbi perceptimin popullor, unë besoj se nuk është më gjykatë, pastaj del jashtë kornizës së gjyqësorit, kalon në inkuizicion. Dhe kështu që perceptimet popullore janë tjetër gjë dhe realiteti aty në sallën e gjyqit, normaliteti është tjetër gjë. Zoti Meta ka qenë shumë korrekt dhe sjell gjatë gjithë procesit gjyqësor në seancë paraprake, tamam si një ish-president dhe s'ka patur asnjë konflikt as me prokurorët as me gjyqtarët që të tregojnë nuanca adhune e kështu me radhë. Dhe qartë. Janë gjëra të cilat unë i refuzoj dhe i neveris tek ata njerëz të cilët i dëgjoj dhe i kam dëgjuar këto 2 ditë pafund, dhe i neveris sepse nuk janë gjë tjetër, janë sa sklever që të lumtur që duan të shikojnë patjetër njerëzit në atë mënyrë. E qartë. Në fakt doja t'ju pyesja edhe për shkak nisur edhe nga ajo çfarë u komentua mbi zotin Meta edhe mbi paraqitjen e tij, po themi që ishin disa kilogram më pak. A është e mirë gjendja shëndetësore e zotit Meta? Në ambientet e burgut, para burgimit ose në burg,
ke dy mënyra, o do shëndoshesh, do vesh obez, ose do bësh palestër. Pra po thoni që zoti Meta e ka nga palestra. Po patjetër. O do bësh palestër, o do bësh obez. Nuk ka zgjidhje tjetër. Zoti Meta ka programin e tij aty prej 19 muajsh në parapunikim, një program i cili i rigoros, padyshim ka shkruar, po bën një libër, po bën palestër, del atë një orë në ajrim që i kanë dhënë ata mënyra diskriminuese që kanë zgjedhur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Drejtësisë për ta trajtuar zotin Meta, dhe ka atë programin e tij që nuk pra që e ka krijuar, e ka vendosur që në momentin që ka hyrë dhe dyshim, mos harrojmë diçka që mungesa, unë nuk e di ku e pa njerëzit në dyshimin e zotit Meta, thjesht se ishte zbardhur pak. Po normale, dhe ne kur rrim në shtëpi një javë apo në spital apo kudo, bësojmë një ndryshim. Po thoni mungesa e rrezatimit. Po patjetër tani mos bëjmë ne sikur zoti Meta ishte në kamp, edhe ishte me pushime dhe ishte në atë. Zoti Meta, pavarësisht sepse ai nuk ka dhënë asnjëherë vetëm, e ka ndëshuar punë vetëm, por ka është dhe vazhdon të jetë kushte diskriminimi aty në parapunikim dhe Komiteti i Helsinkit i ka konstatuar këto fakte. Ku ai në një moment që ka hyrë parapunikim, ju e dini që ishte pa energji elektrike në tualet. Kështu që dhe ai nuk ma kishte mua si avokat këtë. Nuk është ankuar kur asnjëherë për kushtet e tij që janë aty diskriminuese. Dhe kjo është ajo të cilën ne duhet të merremi. Duhet të merremi me, por këto nuk varen nga prokuroria, as nga gjykata. Këto varen drejt për drejt nga qeveria. Dhe në momentin që qeveria shqiptare ka zgjedhur një mënyrë kriminale, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Burgjeve, në mënyrën më kriminale të mundshme për t'i bërë një trajtim për t'i bërë një mund të themi dhunë, mund ta quaj psikologjike, ish presidenti zotit Meta, kjo është dhuna psikologjike që i bëhet. Trajtimi duke i mohuar atij ajrotjen, 2 herë në ditë siç e kanë të gjithë paraburgosit apo burgosit e tjerë, më i mungon atij aktivitetet sportive aty. Nuk i jep atij mundësinë që ai të bëjë një aktivitet fizik me pesha dhe këta kanë arritur te meskeniteti që i kanë çpuar edhe bidonat e ujit që ai mos ketë mundësi të bëjë stërvitje, palestër ose aktivitet fizik me pesha. Dhe i çpojnë dhe bidonat e ujit. Pra, poshtërsia e këtyre maskarejve që sot drejtojnë institucionin e Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Burgjeve, që maskarej janë, nuk mund t'i quaj dot ndryshe, kanë arritur edhe në këto meskinëllëqe. Kështu që unë nuk e shikoj zotin Meta asnjëri të dërmuar psikologjikisht, as të mënuar. Thjesht ai ishte një burgosur politik. Ashtu siç ju e keni parë, publika ku parë ka parë një burgosur politik dhe kjo s'ka asnjë lloj problemi apo arsye që ne ta shikojmë ndryshe. Mënyra e trajtimit zotit Meta në parapunikim është ashtu siç ai rrëmbyen në mes të rrugës, rrëmbyen në mënyrë kriminale, barbare, ashtu vazhdon edhe trajtimi në parapunikim. Kjo është e vërteta. Zoti Meta jeton vetëm në qeli apo jo? Në fakt, doja t'ju pyesja për sa i përket pjesës të ushqyerjes. Dikur ka deklaruar që ushqehet vetëm me produktet që i sjellin nga shtëpia, dhe duke qenë që jeton vetëm nuk e ka një mundësi, domethënë po themi që të ndaj ushqimin, produktet që sjellin familjarët nga shtëpia me të burgosur të tjerë. A është edhe kjo një formë diskriminimi, domethënë fakti që zoti Meta qëndroni vetëm apo që ndikon edhe kjo te gjendja e tij, po themi. Shiko, ju po bëni bisedë këtu me një avokat i cili ka folur për trajtimin e burgje që para 5 vitesh, 6 vitesh apo 10 vitesh. Sepse burgjet shqiptare nuk janë qendra rehabilitimi, burgjet shqiptare janë kampe përqendrimi. Dhe tash ushqimin e burgut në Shqipëri e di çfarë çmenduri është apo jo. Nëse shkoni te 313 tek Jardarmisja, sa hyn aty, vjen era e atij dhjamit mishi që ka ardhur nga Kolumbia, nuk e di Anden ato po vetë Andea, nuk e di çfarë janë, nuk e di çfarë emri i vati mishit, dhe është qenë vetë gjithë zona aty, një dhe dy dha. Përderisa këta i trajtojnë zotin Meta në forma nga më ndryshme, se do të kemi garancinë që tek ai ushqimi i burgut atje, ai ti mund mos të hidhet një diçka për ta eliminuar. Pra, ku është këtu problemi për ata zotrit, përderisa arrin në këto nivele, mund të arrin edhe tek ajo tjetra. Kështu që zoti Meta këtë gjë e di se është politikan, e di dhe mënyrën dhe qasjen që ka Ajatullahu i Tiranës me të. Kështu që ai ruan veten e tij. Pasti dihet që trajtimi dhuna psikologjike që i bëhet atij
padyshim mund të arrihet nesër edhe në një forum tjetër eliminimi, siç është ajo me ushqimin, dhe aty ti se gjendot fare. Dini ju që në burgjet shqiptare në 6 vite janë vdekur 136 qytetarë shqiptar në 6 vite. Viktima e fundit ka qenë para javën e shkuar në qytetin në burgun e Fierit. Dhe drejtoria e burgjeve ka vetëm një justifikim për këtë gjë. E sa që shumë në spital në rojet. Pra kjo është e gjithë, po të shikosh të gjithë buletimin që bën drejtoria e burgjeve ka të njëjtin fjalor. Dhe pse e thash këtë përmenda sepse burgjet shqiptare nuk kanë ndodhur që në një vend si Shqipëria me 5.000 të burgosur, ti të ndërrojnë jetë çdo vit 25 të burgosur. Është alarmante situata. Kështu që unë e shikoj një formë mbrojtje, një formë kujdesi që zoti Meta bën ndaj edhe për ushqimin, sepse e para që ushqimi burgut në Shqipëri nuk ka hahet, e hanë vetëm ata fatkeq që nuk kanë ndihmë nga familja, dhe e dyta, pse jo dhe kujdesi tjetër për një eliminim të tij. E qartë. Pra, po thoni që keni gjithmonë një frikë që mund të ketë mënyra për të eliminuar zotin Meta edhe fizikisht. Patjetër. Ai Putini si e eliminoi Navalnin në to forma, i hodhi helmi sot dhe mbasi viti ai ndroi jetë. I ra edhe ushqimore, edhe kështu që ndroi jetë, edhe se ndroi jetë, ai gjeti. Edhe kjo punë kështu është. Përderisa këta kanë një sjellje kaq kriminale, e zoti Meta në trajtimin e tij paraburgim, kur i kanë privuar të gjitha liritë dhe të drejtat, që duhet të gëzonte një ish president, një shkretar partie mbi gjitha, shkretari partisë opozitare parlamentare në Shqipëri, dhe këta e drejtojnë atë mënyrë. Kështu që unë nuk betoj fare, që këta mundet edhe mos ta që e besoj më saktë se thash që besoj që mund të jetë edhe një mundësi për ta, pse jo edhe për ta eliminuar me anë të këtyre formave klasike siç janë helmimi e kështu me radhë. Kështu që çdo gjë në këtë vend i cili është marrë peng nga krimi, në pushtet, në krimi në qeveri e krimi organizuar kudo, në administratë kudo, besoj se kjo është gjëja më krejt më normale për të eliminuar pushtet politik. Doja t'ju pyesja edhe për diçka tjetër. Në një deklarat, zoti Edmund Spau ka thënë që zoti Meta u la vetëm nga Berisha në procesin e tij. Nga komunikimi që keni patur ju me zotin Meta, ndihet ai i tradhtuar në fakt nga alati i tij historik? Po themi unë do të dini diçka ju të nderuar, se unë kam thënë këtë dhe mediave kudo që jam. Unë me zotin Meta nuk diskutoj çështje politike. Unë jam përfaqësues i këtij ligjor, jo përfaqësues i këtij politik, shqiptari politik, dhe nuk kam asnjë lloj interesi ta pyes atë për marrëdhëniet e tij politike, çfarë mendon ai e kështu me radhë. Këtë u them me bindje. Për sa i përket statusit të zotit Spau, unë bashkohem plotësisht me zotin Spau, dhe deputetët e Partisë Demokratike për turpin e tyre, duhet ishin në stall të gjyqit, që ata të konstatojnë përveç zotit Bujaleska që ishte aty, ai ishte mik i presidentit Meta, por të tjerët asnjë deputet i Partisë Demokratike si Mascarehi janë treguar që zoti Meta dije ka lënë vetëm, ndërkohë që zoti Meta ka dhënë 2 herë ka mbajtur kosto qoftë edhe politike për Partinë Demokratike, ka mbajtur kosto të tjera edhe juridike po deshet ju, ku i ka dhënë 2 herë vurdhën logon për të kandiduar Sali Berisha dhe Partia Demokratike, por dije ata kanë treguar edhe një herë që nuk janë minjos dhe kanë treguar që mos minjoja është virtyti Mascarenjve. Dhe kështu që unë i cilësoj të gjithë ata deputet që dije, të paktën që kanë një farë morali, politik, njerëzor dhe duhet të shërbejnë publikut, duhet ishin në sallën të gjyqit dhe pasi që të shikonin në sytë e tyre, përveç retorikës politike, të shikonin se si trajtohet presidenti i Republikës në kushtet e paraburgimit, por pse jo, edhe në kushtet e gjykimit që jo të barabartë. E qartë. Doja në fakt që të ndalesh pak edhe tek ndërprerja e telefonatës të zotit Meta. Çfarë ndodhi? Jo, ndodhi është ajo mënyra klasike, thash, ajo mënyra që këta vazhdojnë ta persekutojnë zotin Meta, duke i kryer telefonatat me gazetarët. Unë dje isha në studio televizive, i kolegës tuaj në Top News, dhe zoti Meta më kishte parë, mori telefon, dhe unë i hapa telefonin, ku gazetarja
Ishte dëshirë të bënte 2-3 pyetje. Drejtoria e burgjeve si duket e konstatoi këtë që ai po diskutonte me gazetaren, me mjet numrit avokatit dhe menjëherë ndërpreu sinjalin. Dhe kjo është një nga ato format e tjera klasike kur ndërkohë që raporti i avokatit të popullit në datës të 27/11/2025, pra të disa muajve më parë, ka arritur në përfundimi që presidenti Zoti Meta duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me mediat, nuk duhet të ndalohet komunikimi me mediat, duhet të ketë intervista me gazetarët dhe duhet të ketë një qasje ndryshe sepse ai është ish president dhe është kryetari i partije politike. Dhe këtu i mohen atij dhe të drejtat politike dhe duhet të ketë takim qoftë me deputetët dhe qoftë me anëtarët e partisë së tij, gjë që drejtoria e burgjeve ja ka privuar në mënyrë paligjshme. Dhe këto 9 rekomandime i kanë shkruar ministri i drejtësisë, i ka shkruar drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, të cilët për 4 muaj nuk s'kan përgjigje dhe nuk kanë marrë asnjë mal. Dhe kjo vërteton atë që u thash pak më parë, që mënyra kriminale që kanë zgjedhur këta ndaj Zotit Meta vërtetoi dhe dje ku ata pren telefonatën jo të Zotit Meta, po pren gjithë telefonat e burgut, me qëllim që Zoti Meta mos kishte më komunikim me avokatin. Kjo është herë e dytë që ndodh, herën e parë ka pasur komunikim tjetër në rreth një vit më parë, rreth po muajin qershor, po. Në një korrik ka qenë. Kur unë isha në një studio tjetër dhe hapa telefon dhe drejtori Palaço i burgjeve, Qevis Qotja, që ka ikur tashmë, më kallzoi kanalisht dhe kërkoi domosdoshmëtarët e avokatisë që mua të miqë licenca sepse kisha shkelur ligjin e burgjeve. Sigurisht unë i burgos këtë Zoti Meta. Pra këta madhësia, çmenduria dhe poshtërsia, ligësia bashkërisht e këtyre është arrin edhe në këto nivele. E qartë. Dhe një pyetje të fundit, zoti Cakrani, në seancë u vure një ftohtësi mes ish çiftit bashkëshortëve, ku në fakt nga pamjet u duk se zonja kryemadhi ishte me shpinë përkundrejt kafazit ku qëndronte zoti Meta. Si e komentoni këtë? Kanë ata tani një marrëdhënie, domethënë ai ka rivendosur kontaktet? Sepse kohë më përpara zonja kryemadhi ka deklaruar se nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me zoti Meta, asnjë lloj komunikimi dhe të vetmit që komunikojnë janë fëmijët. Nuk e kuptoj interesin tuaj që do të gossip fiton këta erota të qoriuve. Problemi është që zonja kryemadhi dhe zoti Meta janë të divorcuar, përfundimisht në vendim gjykate, nuk kanë asnjë kontakt një me tjetrin. Padyshim se çdo njeri që ndahet, edhe ata janë ndarë. Dhe kjo është, nuk ka qenë me kurist, është një normalitet sepse atje me kurist do qëndrosh patjetër dhe unë me kurist qëndroj ndaj Zotit Meta, edhe pse apo mbajtuesi ligjor. Kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie për t'i kushtuar rëndësi më saktë. Por komunikimi me tyre ndërmjet tyre është zero dhe nuk kanë asnjë lloj komunikimi dhe ato aludimet që lidhen lart e poshtë nga njerëzit e patip të këtij vendi, padyshim janë fjalë. E ka fjalën që bëjtur janë ndarë kështu me radhë, jo, ata janë të ndarë dhe të divorcuar, të dyja bashkëpunëshëm, dhe kjo është normale, sepse kur ndajnë gjërat ndahen, s'ka asnjë.